se kultura është nivel, ka qenë nivel, të edhe është halal, nuk po thamë që tash, veç tash respekti ka ra. Të merë me menë, se në Suedi, polisi se sheh rrallë, shumë rrallë. Po këshia që të sheh diçka ne gabim, ma i të lajmëran. S'ka, polici s'ka. E po ato një rast. Leje këtuhet, më ka pas vlet një vjetë, mas një vjeti, me leje këtuhet, su bëj kema. Unë isha se ja fillova në punu me një reni, si e mora qëndrimin, mas do mujve, e mora qëndrimin edhe u punësova me reni, se më qëllaj fati që ashtu edhe u punësova, në zanat të emin, po për mësu gjuhën heq. U punësova, ja fillova, punova 8 vjenë qatë firmë, besë kur ja kom fillu, 2 fjallë, që është ditë si kam. Me një pak të cilin e merte babai ju Këshin Fekës nga Koshtova e Mitrovicës, mbante gjithë familjen. Mirë po pasi ai arriti të hynte edhe vetë në punë, në shtypshkronjen progresi, kushtet financiare të familjes u përmirësuan dukshëm. Mirë po pas 17 vitësh puna aty, ai vendosi të emigrante në Suedi. I na konë edhe me mish bashkë, i na konë dikën më zgabosha një 2-3 anëtor krejt. Me migjen, tani me migjen unë dam, me të nëvesh me babë, na jena 6 lazen, 2 motra e në gjallë, një ka dek nishin luft. Jeta qështu jena shpërnda, që 33 vjet jam në Suedi, kjo vlavë që bashkë që kjo qëllaj edhe kjo një vjet para me e ka shku. Baba ka qenë punëtor edhe ai, ka qenë punëtor i Trepçës një kohë, tani në shkritore ka punuar, si mineri që ushin. Na ka mojt tonëve, i na shkolluaj sa kina mujt. Për ndryshe, me një rogë, na ka furnizuar, na ka mojt gjonë keq si na konë. Unë për veti përsa një maj madhe, unë ku punu në shtypshkronjë në Progres, Mitrovicë. 17 vite. 90-ën e pash, që përshkojnë çdo sen të poshtë, e kom pas një rast, një vajzë, musmu, u ena në për mjekësi, çdo sen edhe mjekësia u shujke, raket e poshtë, po edhe ekonomia raket e poshtë, rrogat devalvojshin, shkojshin të poshtë, këtë vëllon e kena pasë në Suedi, shkova edhe vetë mastina, kë ka pasë edhe nevoj. Kë edhe nevoj ka pasë ushtare, kam pas denu një 4 vjet i ka mojtë burg. Edhe unë veç, saj për këtë ekonomisë, drejt me thonë, 90-ën, jem dalë pe këtujtë. A i fletë edhe për shkollimin në të kaluarën të kësa thotë se kush ka dashur të kryej shkollën, ka mundur të bëj këtë, pasi kushtet nuk kanë qenë faktor që kanë ndikuar në ndërprerjen në shkollimit. A i fletë edhe për tash, të kësa bën krahasimin mes Kosovës dhe vendit ku ai jeton, dhe thotë se në vendin tonë është përmirësuar shumë gjendja ekonomike, saqë nuk ka shumë dallim me Suedin. Nuk ka qenë ai që ka dashur shkolluar. Ai që ka mujt, ai ka pas, dyja barabar së konkur, dikush ka pas më pak, dikush më shumë, po në përgjithësi, kanë pas. Po edhe sot, unë nuk po muesha, jo veç katun, ma hodha jem, jo veç katun jem, po që po mujnë me po, valoj, kushtet më të mire i kanë sot, rrugë të asfaltone, shtëpia moderne, ti me dalë qëtash, që këtu me ishe, dilën katun, i kje gjithat ndërtone, gjitha shtëpia moderne, asfaltit të dera, çdo shtëpi. Kur o konë kështu, se konë kur, kënaqësi s'ka, respekt s'ka. Qa është kjo punë,
besoj, jo unë që po çudita, e jo që unë s'po di me tregu, po në biseda si për qështu, shumë. Edhe mësusi ka qenë mësus. Edhe mjeku ka qenë mjek. Edhe punëtori, bujku, ka qenë bujk. Që në katoni jonë, ka hiri jonë, nese, sigur që ti rethi, nësë më rëndësi. Ai që ka punue, leqe ka punue, baba jam, ka punue në Trepçe një kohë, ka punue në shkritore, po e ka punue dhe tokën. Sot këqyre, në katun toni një hektar nuk e gjonë të punume. Po, shi që zotit, ka? He më të mirë, vesh më të mirë, ndërtim më të mirë. Wallahi, jo kështoa, po kej kësoa, s'ka pas. Sot, po, knashësi s'ka, ankesa ka shumë. Ankesa. Edhe për para ka pas pasunika, ka pas të mesëm, ka pas edhe që vëbe. Ka pas. Sot, po mundohen tonë mu bo njojtë. Tonë mu bo njojtë e pa mundun. E pa mundun është. Zdi që ka të thamë drejten me të thamë, unë jetoj që 33 vjetë në Suedi. Njerëz, qytetarë, me grada, sikur këtu në Suedi, që ako mujtën e me pa, nuk ka. Ka, po jo, inxhinieri, a që është inxhinier, ta mirë banë një fabrikë, këtu apo dënë profesora, apo dënë doktora, apo dënë inxhiniera, apo dënë vetëm një diplome e ka vjerë shpeq aty, e ka lonë, një profesor, a i do të me pas punë, një punëtor, a i do të me pas punë, një bujk, a i do të me pas punë, një mjek, a i do të me pas punë. Këtu, zoti hajrë boftë, mjeku, ai nuk është hoq me ta shkru hajmalina me u lutë zotin, me thonë ishala pështën. Mjeku, dohet me vle pushimi mjekësor. Mjeku, dohet me vle barnat. Kur ta jep mjeku, ai do të më ta sigurua, do të me konë i sigur që banatore janë. Të merë me menë që të Mitrovicën tonë, banatore të gjitha private. Qka ka të shtetit? Nuk i di. Shkon në banatore, ose miku të shkon në filon banatore, kur shkon aty, ajo privat më, ajo përfitime e ka qelë aty, për i zatë zotit nuk e ka qelë, edhe për po të shteti do të me pas vetat. Në Suedi, ta shkru në mjeku, ti veç ki me shku mi marë, që unë jo me diabet që 25 vjetë. 150 euro i paguj në vetë, qa bohat ma tepri, unë vëshkoj marë. E këtu, po ankuon, një penzion, qka del këtu, po më shkoj një loqe, po më shkoj në tu, po më shkoj në tu, krize madhe, vallaj. Pra kur të pash, në Suedi, me dalë në tesha komplet, në kravat, e këmish bardh, kanë më nalë edhe me të këqyrë kështu. Quditën. Këtu, po isha punëtorët e bankës, punëtorët e postës, punëtorët e komunes, dvesht të madhë, nuk po flasë për tjera sene. E krizë, unë me ardhë, me marrën një kolegë teme, nëse një kushi temë që e kom atje, me ardhë këtu, kur t'ishe rrugët nuk janë qashtë, mija për të mira janë. Me i po automjetet, me i po popullit, me i po restoranat me spicë. Në Suedi nuk del roga me shku për dit në restoran, veç e që të rren. Me shku për dit nuk ije. A këtu restoranat plët, dveshën, që zote do në shumë i knasën jam, dveshën të mathën, me kanë të pash me disa, të thojnë, kur të njështë të folë
50.000 euro, 100.000 euro, 100.000 euro, disa bojnë në Suedi, bojnë 1.200.000 krona, në Suedi ato jenë pare. Që ditën, ne isha ata në kursejnë, si kur na, ata punojnë, hanë, dalin, shetitin, e këtu, disa, tani, vallahi po me kesh, bërkut të unë gjesh, lëmosh dohet, njerë si lypin, edhe si po ka bëllë, e kini po dhe ju vetë. Vallahi shumë kesh për para s'ka pas. Vallahi para lufte, sidomos populli jonë shqiptarë s'ka pas, tash shqiptarë, me thmi, me del, lypin. Klasë mesme që të në Kosovë nuk ka. Ka poshtë krejt, ka edhe t'i kje që të pasunika, biznesmena që asë në Gjermani, asë në Suedi, asë Finland, asë Danimark, asë Norvegji s'ka. Ti me arë, unë jam në regjen të Borosit, me arë në Borosit njëjtë automjetja jenë, këtu bën vakije edhe më të mira. Shtëpitë e shqiptarëve sipas tij kanë qenë gjithmonë të hapura për mysafir, teksa tregon edhe një rast në familjen e tij. Edhe pse kishin dasmë, kishin pranuar në konak mysafir të panjohshëm. Kur ardhë miku, kur ardhë aja, qatë natë, migjën e kumë pas ma poshtë, a i nuk në gjitë, ose me konë migja aty, baba më ka që shkothërë migjën. Ardhë migja, jo në orë tjetë kushere, a i mas pak të bille, një natë pa bujtë se kalonë. Kurse sëd, asë nuk s'kanë kënë, po asë nuk t'vjekush. Që dje madhe. Shumë interesantë arë puna. Bile një vla jemi talët, ka pak bëhajgare. Dhe nur tash, asë dhondës po himrena, po më merët vesh me motrën, ose me qiken, po merët vesh edhe po del në rrugë po him, kërë edhe po shkën. Hënë që ka hup, ka pak dashnia, ka hup. Ka hup dashnia dhe ka hup respekti dhe ka hup vlera. Vlera e miqësis, e shoqënis, e gjithave që apamojnë me po i shola sështë është. Po në jo veçën që për klasë, po për klasë shumë edhe për shohin. Që di më dhe? Po, ka ndodhë. Që një rast për ta kalëzë që e edhe kë rast, kalëzë që baba edhe migja. Se migjën e kumë pas matë vjetër se baba. Ne këna thonë, se ditë e shtonë ka qenë ditë pazari këtu në Trojisë. E ona e Drenicës, kanë bo trekti, kanë shqit molla, kanë shqit darda, kanë shqit... Qka ja? Edhe jënë gjitë. E hala jeme qatë ditë o shku nuse. Qatë natë, i ka pas 4-5 musafir, këtu mrena asë që kanë pengu diçka. Kër o dalë sabah, si kur këtu njëherë që o konë me nuset, asë me kajt me dalë, kër hapinin ku a vade ke pasa, u koqe në ngushtonë, jo heq mos u ngushtonë, u qunë, tha ecen, pasha zote, zdiso herë, kur jënarë, tha në masanin e përmenshin këtë rast. E sëd, unë ishala nuk vjena e ku, veç valaj, për punë të respektit nuk kam. Ukshini flet edhe për dasmat në të kaluarën, të cilat sipas tij kanë pasur më shumë hjeshi, ndërsa sot i ka humbur vlera pothuajse fare, dhe të rinjët martohen sa për sy e faqe. Koha mosha jeme i kanë gjetë edhe vetë, po unë personalisht ju. E shoqja jeme ka pas halën, motrën e babës që për kusherit emin, edhe në gjyshin e kom pas gjallë, deri vonë, edhe sëda se ditë e nonën e kom gjallë hala gjyshe ka vdek, gjyshe si kom thonë nonë, e nonë si kom thonë nemen, nazife. E sot që gjallë e kom nonën hala, nazife i thëmë. Adin, më vjen keq, po o mësue, e tash edhe përqef pak mi. Po me mësit, në 75 një martu.
Kushin kon dasmat atëra, ka sa dit kanë zgatë, Darsmat kanë qenë në tajtën o nisë darsmja, të premtën, po mendoj, kanë gjetë që në tajtën a për shtunës, në kohën në tajme kërë më martuve, e shtunja, janë më ledhë krushet, kanë bujtë, në djelen, kanë hongër, nëse darkën e kanë hongër, të shtunën, në djelen, kanë hongër cilë, një shku kanë marrë nusën, kur janë këthy, do janë këthy një për shpijat veta, do janë këthy dhe kanë hongër edhe darken, edhe në tonën, o konë më ledhë gratë, nusja që thëjnë nusja në ravlihi. O konë tonën, ka shërby edhe, u krye, e vërtit, ka hu vlera. qa mendimi ki për Ka hu vlera e vajzave, e djemve, ka hu vlera e mikut, ka hu vlera e dhonrët. Për para, këtë katoni ka një kërë ndoni një vojzë, që qëtu në katën tonin për shemull, ose ka nalë, ose e kanë quë, si shtojnë, këtë katoni kanë morë vesh. Sëd, ekziston mundësia, vlo, si nuk i tregan. Ndryshimet mëja, vallahi, gjelozia. Edhe gjelozia dhe interesi, dyja të bashkë. Interesi nuk e di çfarë interesi kanë, po edhe gjelozia. Edhe ka hup vlera. Si e përzinëra vlot, që vlot e lëshën grunë se ndohën për gruje. Hishtë më se bënë atë punë. Për para këtë katoni ka një kër u bënë një ndamje. Se bëllaf. Dhe më thonë, kanë pas vlerë. Gruja ka pas vlerë. Në thëtë kush ka donë jo, dikush thëtë jo, tash e jenë konë shtypne, jenë konë tash liri, po vlerë s'ka. S'ka vlerë, s'ka respekt. As burri, as gruja ndaj burri, as burri ndaj gruje. Shko ka dush, hajde kur dush. Së është aja. Kur jenë mledhë gratë e katoni temë, se për tjera s'po flasë, a kjo në krejtë për njëune, kur jenë mledhë gratë për shemë me shkue në ekskurzione, njërë të organizume gratë, fshatare, katonare, qërdu shtu i. Këtu, e në prezident, Gjako, a nenek, më kryje në mramje. Sa kone e kur? E krizë, ku është kriza? Vesh po, math po, he po, pi po, të në të mjetë kënaqësi ju, respekt ju. Të një edhe përpleshe, nështë për ndrejt e emen, edhe përpleshe është shumë shtirë. Për një, unë e nonën e kam gjallë, unë s'kam problem me nonë teme, alhamdulillah, se janë dë vlazni këtu. Shqyqër që janë, që unë jam tash pensioneri, jam maj modhi, ju këmë thonë, lere se i kanë djemët jashtë edhe ata, lere shkani, edhe një unë i veç u shku që 2-3 herë për shkane, po këte, ku shka i thashtë, lere shtë unë jam pension, unë e rri me nonën, së është problem fare. Ama... A i fletë edhe për vitet e para të jetës në Suedi, teksa thotë se gjetja një vendit të punës nuk ishte shumë problem, e sidomos me profesionin që ai e kishte. Vështërsit më të mëdha ai dhe familja e tij i kishin hasur në mësimin e gjuhës. Disi tonë më kanë kundërshtu, se unë maj madhi, mas pari nëna më kanë kundërshtu, tani baba, tani edhe më gjallartë. Po drejtën me thonë, paka shumë, unë e pata rastin me një qik, një vjetë më ka duft në Beograd më janë. Edhe e pash që bashkoni çdo ditë, vit 19. Ditët e poshtë, edhe vllaun e kisha, i kisha dhe kusheri, shkova mi pa që vllaun, së në këmë punu në shkoj, se tash muna me rajtje, je më koni ndje, koni je kështu, jo, unë e jo. A kë po, kë s'ka mujtë, unë e drejtër firme me pakon, këtë vllaun s'ka mujtë me më në punë, se kë ushtore kam pas drejnu. 4 vjetë, tani ka el shumë, më mbrojt liri, erdhe e majti burgun, e ka majtë në gjëra kafës. E kështu që unë
për shkak që asaj vaze më hupi vullneti këtuit. Për qëta, mjekësia s'kishtë. Bona, veç fillojsh, dinari devalvajke. Shkova në Suedi, e pash situatën që është, i ndjera pasaportat, hipa autobusit, se me autobus që më shkova, hipa autobusit edhe shkova, vallaj, po none, po boba, po kusherete, po gjithë, biletash, po bëj, pe ka zëjtë vërtetën, gruja është një dhe shkaj. Që gruja? Po, vallaj. Ajo së kom kërkon e vërtet, po, fati. Shkaj në kurs, me gjithë gruje, kur, po më thëtë, mësusja thëtë që të në shtu shkrojnë, nga të ma bërë me shku me shqyrë, mera e mësusja, më qënë aty, edhe po më vetë a qa di me përnu, tha, di këtu, aji, tha, kështu kanë thonë, tha shumë, se te tha kanë thonë shumë, tha, ma bënë marë dhe nesa, edhe ma këthej shpinën e shefi edhe shkaj, tha, ma bënë marë dhe nesa, kur u këthyja, tha, ani, hajde, kur dy maqina ishin, njëjta që këmë punu e këtu, në progresi, për mua 17 vjetë të këmë punu, njëjtat, kur aj koleg jemi, jo shefi, po koleg, thëmë që këma qenë që përën të dhe s'ka punëtor, thëmë a banë, ani tha, e marron e mantoj, letra ishë aty, gjitha ishë në aty, e mantoj edhe Kastilja, se mu kalëzu pak, po të kalëzë drejt, edhe elshoj maqinën, a i shefin zyren ka dytë, edhe pojnin 2 maqina, edhe ati kolegës edhe temen nene, kur ma 10-15 minuta, po vjenë, s'pam vetë mua, pe vetë atjetërin, atë suedezin. Thotë kush, thotë, kjo vëllaj, kjo thotë. A që këtu? Kur, po më këshyrë një cëfer, veç po më këshyrë kështonë, në që këshyrë sa letër, po ekzemplarin dhe parë që e nëzjera për asoj maqine, unë se qoha shefi. Edhe është kolegës, aty dhe më këshyra është në regull. Në regull. Edhe, po më vethë, thëtë, qëtë maqinën tjetër, thëtë, adenë, thëtë, mo di, thëtë, a mund është nështë pra me arë? Thëtë, ve, edhe 2 maqina, më provoj, mbas kisha problem, se kisha provoj punë, nështë kisha provoj punë, ma shumë sa i kolega jem. Pasha zotin, 8 vjetë këmë punu në firmë, në që jo foj jem, po sa atje nuk shkojnë prodhimi, nuk shkojnë mirë, më shelet edhe punëtorë atje që jetë bërë kur. Tani kur gjëjsh punë njëherë, ma pa punë atje si kur. Si pas ti, në ikjen e të rinjeve, sot po ndikon lakmia ndaj njëri tjetrit, mirë po kushtet e njëjta të gjithë nuk mund t'i kenë. A i thot se qeverit është dashur të kujdesen më shumë për fabrikat e vendit, të cilat pas luftës u mbyllen e u shiten me çmime shumë të ulta. Lakmia, për para falem që dyjaja, një fjallë popullore, dyjaja kur barbëbash së konë, as ka me konë. E tash për mundohëm tonë mu bo njëjtë. Tonë mu vesh mirë, tonë mu moth mirë, tonë me pas kjerët mira, tonë me pas shpijet mira, tonë me pas punë të mirë. Ka punuën në Trepçe, ka punuën në komunë, ka punuën dhe tokën kërë u këthyje. E sëtë, që këshërë ka tunin tonë, asë një hektar tokë s'me e gjënë të pununë. Pse? Që di e mëllë. S'punën kush, zdanë kush me punuën, tonë dënjët. Vesh feka mbjemni që kena e ma hola jo që qëtu. 22 shpi jenë të thata, si ku që të 2.000. Të thata me qelës. Se përmënën që po shkojnë në rinia? Po shkojnë. Pse? Po të kalëzaj, edhe kje është. Kafa i shteti. Pse? Vesh Mitrovica, unë sa di, sa supermarket i ka pas, sa fabrikat i ka pas.
Vesh shtypshkronja jeme që këm punu në Progresi, i ka pasë 120 punëtor kur unë jëm dalë. Progresi, e vogël kuna ja. Nuk po flasë për fabrikën e akumulatorëve, nuk po flasë për fabrikën e plehrave artificiale, nuk po flasë për trepë që mos flasë. Shkritoria, në zveçan që kuna, disa punëtori kuna atë. Ku me punësua? Shkun Progresin, vetëm oborën që e ka ble këtë ajo teknik. Rilindja o konë në vend parë, Progresi në Mitrovic o konë në rend dytë, e treta o konë Printex e Prizrenit. O shqit për hekur, e ka ble, kush ka ble nesis? I kanë marun dy ndër tesa që aty, ato privat, vetë që me marru komuna, me fitu diçka komuna, private e ka marrë se së një fjallë populore për e cëbë. E sëd, ajo që i mbledh kelkur, ato konë, edhe shtypshkronja i konë në zonë i konë që i konë rentabile. Për trepqe, na gjithmonë këna thonë, trepqa punën, të tërkush ndërtohet. E sëd, për trepqe për do të me investu qeveria. Me ju dhonë ndihmë që aty në pëndori që e në mitë.